pranimit të komenteve nga palët lidhur me paralajmërimin e rritjes së çmimit të energjisë elektrike, zyra rregullatorit ka nisur konsultimet me palët që kanë dërguar komente, e që do të vazhdojnë deri më 10 prill. Kryesuesi i ZRE-s Ymer Zenullahu tha përmes telefonit se do t'i takojnë përfaqësuesit e gjitha palëve që kanë dërguar komente. Disa nga palët që kanë dërguar komente në ZRE janë Presidenca, Ministria e Ekonomisë, deputeti Armend Muja, Oda Ekonomike e Kosovës, sindikata të ndryshme, organizata të shoqërisë civile e shumë të tjera. Pikërisht për këtë paralajmërim, qytetarët janë bashkuar në iniciativë në asnjë cent më shumë, për çka edhe kanë paralajmëruar një protestë për të shtunën. Luan Hasana nga kjo iniciativë thotë se akoma s'kan marrë ftesë nga ZRE për takim, por që edhe nëse ftohen nuk do ta pranojnë atë. Ajo çfarë duhet bëjë ZRE është ta pezullojë këtë vendim përkohësisht, të presim konstituimin e institucioneve, të merren mosa prej qeverisë së ardhshme për t'i përmirësuar kushtet socioekonomike në vend, dhe tek pastaj mundemi të ulemi dhe të diskutojmë për çështjet që kanë të bëjnë qoftë me rritje çmimit, qoftë për çdo aspekt tjetër ekonomik të vendit. E në grupin e qytetarëve të hapur në rrjetet sociale, ekonomisti Shënoll Muharremi ka publikuar komentet që i ka dërguar në ZRE. Sipas tij, ky dokument e shqyrton temën prej të gjitha këndeve, përfshirë ekonomike dhe ofron një zgjidhje konkrete që e bën të panevojshme rritjen e çmimeve dhe na ndihmon me shmang një valë të reinflacioni, duke mbrojtur qytetarin, bizneset dhe ekonominë. Njëra ndër pikat e komenteve që ka dërguar Muharremi thuhet se ZRE duhet të zhvillojë dialog me qeverinë e Kosovës për të arritur një marrëveshje për subvencionimin direkt nga buxheti i shtetit në vlerë prej 72.2 milion euro. Një veprim i tillë, si shkruan ai, do të shmangte ndikimin e drejtpërdrejtë të inflacionit në ekonomi dhe mbi të gjitha do ta bënte të panevojshme rritjen e tarifave të energjisë në një moment të ndjeshëm për shoqërinë dhe ekonominë e vendit. Ndërkohë, nga dhoma e tregtisë dhe industrisë kanë bërë të ditur se e mbështesin protestën e paralajmëruar për të kundërshtuar rritjen e çmimit të energjisë. Dhoma e tregtisë rithekson se rritja e paralajmëruar e çmimit të energjisë do të ketë ndikim negativ zinxhir, pra do të ulë të hyrat e biznesit e përpasoj do ulen edhe të hyrat e buxhetit. Do rrezikohen vendet e punës, si dhe bizneset pa dashjen e tyre. Do të detyrohen të rrisin çmimin e produkteve, duke u vënë situatë të vështirë qarshi konkurrencës nga jashtë. E zyra rregullatorit për energji ka bërë të ditur se pasi të përfundojë të gjitha takimet, më 11 prill do të bëjë të ditur vendimin për rritje ose jo të çmimit të energjisë elektrike.